Prej 9 vitesh, fermeri Fasli Salliu i është përkushtuar kultivimit të frutikulturës, duke ngritur një aktivitet të suksesshëm me kultura të ndryshme frutore. Në plantacionet e tij kultivohen kumbulla dhe 3 varietete pjeshkësh, të cilat fal kujdesit të vazhdueshëm kanë dhënë rezultate të kënaqshme ndër vite. Prej rreth 10 ditësh, Fasliu ka nisur vjeljen e kumbullës, një proces që kërkon angazhim dhe përkushtim të përditshëm. Sipas tij, kushtet klimatike dhe puna e bërë gjatë gjithë sezonit kanë ndikuar pozitivisht në prodhim. Fermeri shpreh se këtë vit prodhimi është i mbar, si në sasi, ashtu edhe në cilësi. Frutat karakterizohen nga madhësia e mirë dhe shija e veçantë, çka i bën më të kërkuara në treg. I kënaqur me rezultatet e arritura, ai synon të vazhdojë investimet në frutikulturë dhe të zgjerojë më tej sipërfaqet e mbjella. Puna dhe përvoja e fermerëve si Fasli Salliu tregojnë se me përkushtim dhe menaxhim të kujdesshëm, bujqësia mbetet një sektor me potencial të madh zhvillimi dhe një burim i rëndësishëm të ardhurash për familjet e zonës. Të nderuar teleshikues të Belës TV, sot kemi ardhur në zonën e Peqinit dhe konkretisht në fermën e zotit Fasli Salliu, fshati Vazhaj, të bashkisë Peqin. Dhe përshëndetje. Shëndetet të mira tonë, që sheni, si e kaloni. Sa kohë ke që kultivon kumbull? Kumbulla që kultivohet është në vitin e 9, që e kam mjellë unë këtë kulturë. Vitin 9, para kësaj kohës se pate mjellë këtë tokë? E pas janë që të tokën. E pas janë. Kam pas për para kësaj, kam pas fruta tjerë, pjeshka, varietetet të ndryshme, 3 varietete, me lullin e majt në fillim, ma vonë me Big Top, Venusi më mrapa, kam edhe Orionin që është i funit, i me kam shtua kama, se kam edhe të me push që është ma e vonë. Mi fjalë gjithë tokën e ke mbjellë me frutikulturë, Po, sa tokë e gjësej? Tokë, ligjit ka mund teme. Po. Përveç tokës teme, kam ble këte, parcelit të kam të bleme, në fakt. Nuk e ble. Po. Kam ble dhe i parcelit tjetër e ti më tonë, drejt shpis, u bon 2. Ke njëjtë person. Se këshu nda tokë ke neve në 2 kategori toke. Tokë ma letë që është kjo, ajo tokë ma produse, ma shnosht. Atëre, kur e keni fillu vjeljen? Sa ditë keni që keni fillu? Kam 10 ditë që kam fillu vjeljen e kumbullës. Po. Kurse kajsin kam herë. Pjeshkën kam i varietet që e përfundova, kam varietetin tjetër ndarja dhe iki i mese dhe më kërkun tregtarët tjetë dhe qaj. Si është prodhimi si vjetë në krahasim me vitin e kaluar? Si mjetë është viti i marrë shumë për prodhimit. Më mirë, Unë i heqë merë me bujësi ku do gjë shof. Edhe në përgronet që e hekë sytë, kam edhe vetë në gjëmë. Me janë me gjitha vjetë ka qenë krizë, që kjo para gjeret. Kurse se mjetë ka shqyqyr zotit, shiju ja, si ashtë toka. Po, sa kumbulla ke, sa dylëm? Këtu kam 2 dylëm me këtë parcet. Po? Ashtu dhe. Po kam edhe në për ara tjera. Në për parcela tjera. Kam kumbull i me unë kam bo që të shkoj deri në shtator, me varietetet tjera. Po s'm kanë hënë prodhim gjitha. Ku e tregtoni? Po, këtu pjesën më të madhe e kam heqë. Do më thënë në vend. Ma mirë preferoj të jap i kinë që ma pak, vind ma heqin këtu, se sa t'ikin tregë. Nuk të shkputëm dot në puna, nuk du t'iki dot në ara. Momentalisht sa shitet kumbulla? Momentalisht kumbulla po shitet 1200 lekë. 1200. Më kalon sot. Pastaj fillon bie, Pa, normale dhe bjerja, që nesër unë kam frikë se do ketë, sepse kanë fillu dhe kushërit e mi tjerë, vjelin sot. Pra rritet sasia. Sa që e mesatarja vjetë, si çmim? Do më thonë në fillimit me të fundit. Vjetë ka qenë mirë fare. E fillova vjetë una vetë, me 1500, më thanë këta që veshin treg, të transportusët, ta provoj me e ha, është më shumë, tha. Po e provoj. 2000 lekë vajti. Hecëm ca ditë me këtë pazar, prapë se
Nuk hecim do të ashtu si që fillon. Po kështu ke bon e llogari si del sa shpenzime, sa janë të ardhur që a ke fitim apo s'ke fitim? Për mu, unë ja kam pa harin kësaj pune. Po. Ja kam pa harin, sepse përveç tokës që kam ble, kam marrë edhe me qira, plus tokës teme. Po, e përgjithshme ajo, sepse unë kam e mulloj me sipërfaqe. Pa ke sipërfaqe të madhe. Po. Pastaj veti dytë jam shtëpi unë. Vuj me punëtorët, pa ata që kanë kalamajnë në shkollë, nëpër. Ti na the që ke sipërfaqe konsiderueshme me pemtari. Po. Shkojnë këtë. Po natyrisht që ato duan dhe punë krau. Po ku i gjen punëtorët? Vetëm me gruan i boni punët apo merrni dhe punëtorë sezonal? Kam marrë punëtorë, edhe në Belesh kam marrë unë. Kam marrë punëtorë. Po. Edhe si mjetë kam bleti kontratë me ta. Po. Sa ka vojt? Domethënë ajo puna punëtorit, sa? Shkon 30.000 lekë dita. 30.000 lekë dita. Nuk e rëndon kostën kjo? Mu më shkon shumë. Më shkon në më shumë se kam shku 4 herë, kam bërë rrugën Vojtja Ardhje. Po më kanë marrë punëtorë edhe na qermë sektori. Që më duhet punëtorë që nesër unë duhet kem skuadrë me punëtorë. Që kene i fletore që shënon që kaq plene kam marrë? Nuk kam kohë t'i shkruaj. Nuk i bëj. Nuk bëj më vëri hiç. E menor me vete që ke fitim, se të teproj. Unë bëj bilanç vjetor. Shënë e shnim. Makina ha. Vet ushqehemi, paguajmë shpenzimet, në fund na del për vetë. Pa i majtë shnim gjikon. I që majtë shnim unë fare. Që shnimi dhe majtë, më homi koka. Mirë, mund të hymë të shofim mirë kështu? Hajde, këta janë vjetë një kajsije, sa të kam fillu këtë varitet. Kajsija, Kajsija. Kjo është kumbla, a? Kjo është kumbla, kjo quhet zemër kuqe. Po. Fortunje i thojmë neve në Itali, se unë kam pru varitetin nga Italia. Nga pru në Italia. Kurse kjo tjetra është me tull të bardh. Kjo. Se kjo është me tull të kuqe? Kjo është e kuqe mrena, kjo është e bardh. Po kështu nga jashtë nuk dallohen me një tjetër fortë. Po i familje se i me ju jeni më specialista, si pas agronomëve atje, provojës punës që kam bërë në Itali, ata i boshin, shikoti këtu kjo është varitet tjetra që ju prita juve, për pjalmim. Kështu i kam punë zigzake, tu bëhet pjalmimi. Atë do flasim në anë agronomike, Mifjen. Qa shërbime si bën ti, me plerimin? Qa plerimi i bën? Dhe sa i jetë? Plejen organik. Plejen organik. Kur ka marrë plejen organik, una nuk e kam rejt me kova, me shopa, e kam bo rogos. Këtu, komplet si përfaqe. Gjithë si përfaqe, ne? Komplet si përfaqe. Me të maru, dollën kryt atje duke shpërda me karoca, zetorin e përmesa. Shiko, unë shof që ka shumë kështu, rallime keni bona dhe periudën kur... Kam bo, ja dugën, këta janë rallesa, shikoje. Këta janë pastrimi që kam bo, rallimi i pemës. E ke rallurë? Sa që i ke rallurë? Kjo është rallimi i dytë. I dytë? Rallimi parë u eliminu kaldu. Kurse këta janë rallimi i dytë. Te po shpallë, O Zot, na rrugë në fatkeqësitë natyrore. Se me i ban dhe kokrat e moja shumë e ka nevojë për rallim, po... Nuk i blen, po i gjenë. Shiko. Këta që kanë jel, edhe si kimi një dot, e kupton? Se kam pasi palë shka, ose edhe për munges fuqe punëtore. Po. Për punëtor vujt. Se kanë ata. Me thonë drejtin. Kanë punë. Unë e kam pasion për vete. Qa distancës i ke mjellë? Unë e kam mjellë 2,5 bime nga bima. 2,5. Dhe këtë distancë. Italianet që i mjellë edhe i metër. Italiani i bërë palmet. Palmet. Po unë kam zjetë të metodë punë. Nuk ka nej standart. Kooperativa kishte standartin kur mjellë shrushi, thoshte i metër bima nga bima. Po. Sa të punoj mas qefit tonë, mund të mjellësh
krasitin e bën vetë, Vet. të gjithë këtyre. Krasitin tim. Komplet. Që është dru frutore, unë i krasis vetë. Me ulli, me kumbla, me pjeshka, me gjitha. Hajde shikuaj, ja. Dijet, kja ka maj tak, ja. Kja i 3 vetë hektarit, pa halë s'ka, ja. Se s'ka në tjera, kja është. Po kjo? Po një varitet është. E një vërtet. Një varitet. Mere haje për qef i kokre, dyza, ja. Kjo qera. Po hange këte, je largu në spitalet, në doktorët. Po. Po kjo qera sa i kokër modhe, Po që është, e pa me urdo, da e. qera me tull të verdh. Po pra, është e barë mrena kjo, po ka shia më, shi sa lëng ka? Jo lëng, ajo është vitamin, për trupin gjithë. Ja. Për mu, këte është 2 vjeqe, e kam shartu me kalen. Me kalen. 2 vjetë ka kalemi që është shartu, shikoj. Ja. Këto punimet ke mjetë veti që... Kam i traktor, janë këte e përdor si karro, unë vetëm për transportin. Po. Kam 20 kobata tjetër për freza, për... E kam marru vjelin me 23 qeshor, Një muaj. apo një muaj. Edhe kalove qik. Edhe si mjetë pashtu do shkoj. Si mjetë do zjasi akome se ka ma shumë narkes. Po pra duket Kur ka narkes shumë, ka shumë nuk piqet i hersh ajo. Pa tjetër. Gjena bashavash. Pa si puna rushit e që kur ka Mirë po narkes, nuk piqet. na nxitoj, na ngacmoj që kjo temperatura nxehtë këta ditë që shkuni me. Pa, se Edhe gjatë prap. nuk. Vërgjaj. Pa kumë unë parashikoj këtu 20 ton kumu. Kjo është po e njëti varietet, a? I varitet është jo. E gjithë. Atëherë ti kur vjen, do më thonë heq këto që Marr. ja këte për shembull, a? Pa, ajo dërri edhe ca ditë. Dërri, a? Ska, dje kontrollova këtë unë. Dje kontrollova që voda këtu. Ka, këti, Në krye sa ditëve, për shembull kjo se sot merr. Sa kokra ti. Mas sa ditësh? Mas 2 ditëve. Mas 2 ditë. Ja, kjo është e bame. Ja, këta kështu. Po kjo shien e ka dhe kështu si kjore. Thash, të tje shile në shumë, ma shishi. Shiko, po shoh këtu që kjo ka kokra më të mëdha. Kjo Ka është narkes. zemër kuqe. Është tjetër, Ajo a? është e kuqe kjo. Ja, Po, provoje këtë ti. nëse kuq. Ja, Se Kurse kjo është e bardhë. Shiko dhe ka kokra më të mëdha se Po, sa po. ajo. Nëse nuk Sepse është kjo- narkesa. kjo nuk lesa kjo. Kjo është si puna mashkullit. Po. Po prap me numrin me masinë e kokrave që ka i afrohet. Po. I afrohet. Në treg shkon më shumë kjo. Kurorën Jamani, mundet kurorën, Ja, dhe këtu. për shembull këto degët që kanë dalë sipër. Ata të priten, eliminohen ato. Eliminohen komplet gjatë dimrit ato apo priten me distancë ajo caktuar? shkon e gjitha me këtë nivel. Këtu ku ka qenë kjo. Po. E prej, këta treja Eliminohen tre, të gjitha. Do vinë gjitha deri aty. pasi çon në këto degët ajo. Bile. Po. Këta unë edhe mund t'i kishe prej, po s'kam pas ko. Italiani, Po. atje në thoshte në gjetën e 4 këtu, Ah, preje po dush për të rinovu për të pemen. rinovuar. Për të Gjela heqë degën- staret vogël t'ishe për të heqë- prej ajo. Po, për Në të heqë fillim degën e- majit, Po, për tek degën e vjetër vitet Po. tjera që vinë. po, a? Po. për të lënë, për të rinovu pemen. Interesant dhe kjo që në prezentave të ne. Dhe këte e ke shatudi? Po, kjo është me shërtes. Mare, bona zëvendësim se u bje sponja. Sa kilogram mund t'japi afërsisht një Një mesatare, raj këtu, një raj? unë ka marrë edhe i kujta legjësëm. Një raj, ha? Po e ka marrë ke shtëpia ke varieteti që kam prunë nga Italia, se unë kam prunë nga Italia këte. Po. Prunë 6 raj kumlla, Po. thash ta provoj. Do m'jape rezultat se ndryshon edhe klima. Struktura tokës,
ushqimi që i hedhim ne. Po ushqimin dja kompensoj që kështë patje dhe abojnë. Po. Më dha rezultatat aty, që në vitin e dytë, marra specialistin, tanë veqirin e tje, edhe futa këtu, thash, do me marrësh kalema e tje, pruna këtu të varitetin. Kjo është zemër kuqe. Po. Këtu jam 2 vjetë. Unë jam bloku, jam me gjata arka këtu, në 5 ranë kam kontrolu. Duket që s'kam boj gjurë ma e, që këtu te. Ke prodhim të bosh. Ka prodhim pa palme. Të nderuar teleshikus, si që në ndojtët, ne sot ishim në fermën e zotit Fasli Salliu, Ose Bega, s'ka gale. në Vashaj. Vashaj të Peqini. bashkisë Peqin, i cili kultivon kumlla, Pjesh, kajsia, ku janë shumë aty. kultura, Për dhe momentin nga vjen. vëzhgimi që bëm ne, ka një parcel me kumlla shumë të mira, me rendiment të lartë, edhe me shije të shkëlqyre. Ne si televizion, dhe unë në emrin tim personal si agronom që jam, e falenderoj Faslin për punën e madhe dhe sakrificat që Shumë bën faleminderit me edhe forcat e juve. veta. Shumë faleminderit edhe juve. Të nderuar teleshikues, ky ishte edhe emisioni i sotëm. Faleminderit për vëmendjen dhe miru takoshin në emisione tjera.